Ju përshëndes përzemërisht të gjithëve juve këtu të pranishmi dhe gjithë Mitrovicën. Dua të ju rrëfej sepse rrëfimi është çështje ekzistenciale e njeriut dhe e kombit. Rrëfimi ka të bëjë me një ndodhi. Unë kam studiu në Beograd me kolegët e mi Mitrovicas, Dr. Nejat Miftari, Dr. Salih Haxhiu dhe Dr. Berisha. Por me ta kemi kalu jashtëzakonisht shkëlqyer shumë dhe takohemi rregullisht. Si mjek, normalisht kam punu profesionin dhe jam infektu me virusin B hepatit. Ai atakon melqin e shkatron, kështu që u desh të bëj artisje në melqis, ose shqip artisje, nërsa quhet kështu ndërkombëtare transplant melqis. Vajza ime me dhuroi melqin dhe ishte rasti I parë të shqiptarët në vitin 2005 me 1 qershor. Pas asaj kisha e bëra në Izmir të Turqisë transplantin, pas asaj kisha komplikime dhe mjekët në Universitetin e Izmirit nuk mund ta rregullonin. Kështu që pikrisht para 20 vite në gusht të 2006 kishte ardhur Hyseni Ibrahimi në pushim dhe kishte dhënë intervistë në gazetën Bota Sot. Kur e lexova me pëlqej, unë nuk e njihsha Hyseni Ibrahimin, por lexova aty se ju kanë ndihmuar shumë njerëzve. Atëherë e pyeta Dr. Salih Haxhiun, a e njeh dhe a ke kontakt? Tha, po e njoh. Meneren I telefonon, për fat Hyseni Ibrahimi ishte në Prishtinë dhe u takuam. Më mësoi Dr. Salih Haxhiu. I tregova rastin si është të këtë punëm. Hyseni Ibrahimi për njëherë e morë përsipër dhe më tha, si të kthehem në Suedi, ta dërgoj vizën. Unë isha me një gjendje të vështirë, se kisha komplikim pas transplantit, edhe gjendja ekonomike normal ishte jashtëzakonisht e rëndë, dhe kë e bëri shumë, me 10 vet njerëzit më kishin premtu, por asnjë nuk e kishte realizu. E realizoi Hyseni Ibrahimi, me dërgoi vizën dhe udhëtova së bashku me Dr. Salih Haxhiun, I cili më shoqëroi deri në Suedi, e falenderoj jashtëzakonisht, por tash momentalisht është në pushim jashtë shtetit. Prandaj e pashtë arsyeshme që t'ja jap një mirënjohje me gjithë familjen time Zotit Hysen. Pra, familja Myrta nga Prishtina jep mirënjohje Zotit Hysen Ibrahimi, korifeu të artit, kulturës, veprimtarisë shoqërore, kombëtare dhe adhetare, për ofrimin e ndihmës, kujdesjes, mirësinë, empatinë, shpirtbardhësinë, për të shpëtuar jetën bashortit dhe babait ton. Me respekt, dashuri, pietet dhe dashamirësi, Dr. Ramadan Myrtaj me familje Prishtinë. Pa Hysen Ibrahimin, unë nuk do t'isha këtu, as nuk do t'isha më herët, se kisha komplikim. Prandaj shkaku, arsyeja, motivi është që
Hysen Ibrahimi me mundsoj me vizë të shkoj në Suedi dhe atje të trajtohem, të rioperohem në Universitetin Mjekësor të Sallgrenit. Hysen Ibrahimi është njeri i madh, por hala më e madhe është madhështia e tij, sepse ai e ka mënyrën për të ndihmuar gjithmonë të tjerët. Menjoja është lulja më e bukur që në zemër qel. Ju falemderit.